Po gjithmonë i kanë hopën dhe më thonë GoFundët edhe kanë kërku ndihmë, jem lidh zakonisht te edhe ke shoqënia jute edhe janë mbledh lekna për GoFund. Dhe njëjta histori u konë këtë GoFundët që kanë organizuar. Janë mbledh lek, u mbyll GoFundi, ka dol gjithë një person i tretë që e ka akuzuar mon që i kena marrë lek. Gjithmonë ka ndodhur dhe kundërta në fund. Kësaj here domethënë e njëjta histori. GoFundin e ka lune edhe në konën profesorin GoFund, njëjtë si Eli këtë rast, që ka nejtë në GoFund deri në fund dhe në fund e ka akuzuar në Aleksin atjetën që i ka marrë lek. Edhe kësaj here njëjta histori ka ndodhur, hala po u bë 2 ditë mirë, historinë e parë domethënë se Eli nuk e njeh. Ka doli Eli i ka marrë lek Aleksi. Ja ka nis me akuza, hala po u ditën mirë Shka ka ndodhur me lek. Çfarë do dosh me thonë ti shok se i kena bërë këta muhabetën në aty. Çfarë do dosh me thonë ti? I din Aleksi çka ka thonë. Që tash për momentin, shka janë po i din çka kam thonë se kena fol për vas. Ke nevojë me fol si avokati Aleksi ti shok, po fol për këtë. Vajzën dash me fol. Nuk kam shumë me fol për vajzën, e vajza i nxjerr letra. Letra dhe qëta shka janë zirë, më nuk konë asë një letër valide, asë me tregu që është e smut, asë që nuk është e smut. Ato shka janë... A ke marrë letra ti? Po jo, letrat janë qëto shka i ke postu ti. A ke marrë ti më shumë letër? A ke ti letër personale o shumë? Unë personalisht, unë kontribojmë GoFund dhe nuk mirë nga ma të farë pjesën shka ndur. Letrat e spitalit, a ke ti për të pës? Po jo, vlo, se nuk mirë nga me spitalit. Aleksi i ka. Mas fol pra, kur s'din. Aleksi i ka të anonimi. Nëse është pra punë që djetë, pëse nuk publikuar ato letra dhe nuk gjuhë kjo punë se kena ka publiku tjera. I kam publiku, ty vazhdo vë me punë të tjera. Unë i kam publiku tana, unë da kam publiku edhe doktorin, të fol vetë me gojtë vetë. Për momentin, nuk më merë menja që dzio si duhet në i sen tjetër përveç që me lonë rahat. Asë nuk është interesua është e smut, asë nuk është e smut, asë apo më shnosh. Nuk e di se sa të banura për avokat ty, o shok, po ne nuk kena nevoj për avokat. Jo, nuk jam unë avokat, i kërkujna në këtë farë pune. Veç që shka bote tepër, se që 10 ditë më unë janë të duru njerës të shoh këto me të njëtat muhabete, për shka se i konvenan... Po unë që jam u këto, se jam të i marë, të i pëjtë, të i qide, të i qune për spitale. Ato që i pajnon zion live me mu s'rrit, ato e kanë bat zion me dalun me fol. Ti, shoko, se i të fol aty pa si të di që e të thonë, hiqë herë. Okej, të s'ke nevoj me u futin të muhabete, a që kanë thonë njerëzit, apo unë me zion, unë flasë në telefon me dhe. Edhe, ato që kanë folun, i kanë pas pejt të në. Edhe spjegova pak më parë në qofë se ishe këto. Qofë se si ishe, unë nuk jam i burgosën i atë me dhënë logari ty ma. Jo, nuk jam të dy pas një logari për teje. Une për këtë farë muhabeti, sani ma i mirë është veç ajo guca me që një video me pastru zion për kësoj qështje, edhe mua zion së mirë. Zion të pastrojnë vedin për kësoj qështje, se goca nuk e qëtë. Goca këtu kje nuk të hapi. Qa të thënë ti nonim, ule kokën se të shkela me kam bëdhë, qëri i vogël, ule kokën për i kërs. Dhe e ule kokën në kuq me tregu ty letrat kena dhanë shpirtin. Ule kokën më për i kërs, ule kokën. E mërzio. Hajtë se i ka dhonë, kalosh i mirë. Ta la përgjishën këshoku jonë, hajtë shtetë. Po i ki zio dhënë se rëzë këto.